rinia që e beson Zotin edhe shikon Zotin të rëndësishëm në jetën e tyre, është paradoks që të imitoj ata njerëz të cilët nuk e shikojnë Zotin të rëndësishëm në jetën e tyre. Ose janë ata njerëz ose ajo rini që nuk frekuenton më xhamit, nuk frekuenton më kishat, bëhet fjalë për krishterimin, rinin perëndimore. Nuk frekuenton faltoret, nuk e manifeston besimin. Dhe përrjedhoj kanë shkuar deri aty sa besojnë, mendojnë dhe e shfaqin madje me forcë, domethënë e shfaqin me fuqi sikur të jetë diçka krejtësisht normale, dhe normale ju duket atyre që nuk ka nevojë ne të jemi të lidhur me Zotin, dhe pse dim që Zoti na krijoi. Zoti nuk është më i rëndësishëm në jetën tonë, ne kemi jetën tonë, kemi lirinë tonë, kemi hapësirat tona, kemi sistemin tonë e gjitha me radhë. Mirë, po është paradoksi tjetër që kjo rini shqiptare adhuron Zotin më shumë, i frekuentojnë xhamiat faltoret më shumë, besojnë që roli i Zotit si krijues është më i rëndësishëm në jetën e përditshme dhe imitojnë ata. Përse ndodh kjo? Pyetet. Shiko, ndikimi i komunizmit bashkë me ateizmin me cilën përfaqësohej, domethënë komunizmi, vazhdojnë sot e kësaj dite. Edhe pse shumica ju i të rinjve nuk e keni arritur kohën e komunizmit, por ndikimi vazhdon. Komunizmi me ateizmin, me komunizmi si sistem jetër, fillim dhe ideologjia komuniste bashkë me ateizmin që solli, e zhveshi njeriu nga të gjitha vlerat e vërteta. E zhveshi nga vlerat morale, e zhveshi nga vlerat shpirtërore, e zhveshi dhe e varfëroi jo vetëm në shpirtin e tij, por në ekonominë e tij, e varfëroi në mendjen e tij, e varfëroi në sistemin e jetës, në infrastrukturën e jetës dhe përrjedhoi kur dolën shqiptarët nga komunizmi dhe gjetën atë liri të munguar prej 40 e sa vitesh, ishte krejtësisht e natyrshme që të imitonin ata njerëz të cilët jetonin një jetë që në pamje të parë duke më e mirë, kishte një mirëqenie të prekshme, por më vonë filluan të kuptojnë shumë më vonë që ata njerëz që ju po imitoni vetë janë larguar nga Zoti. Dhe kjo mirëqenie dhe kjo liri e tepruar bëri që fryma komerciale, lakmia e tepërt, dashuria për të jetuar sa më mirë jetën e kësaj bote i largoi nga Zoti. Pra nga një anë komunizmi të largon nga Zoti, por dhe mirëqenia mund të largoj nga Zoti. Dhe përrjedhoi e kuptoi, ose janë duke kuptuar të rinë sot që rinia perëndimore, shoqëria e përgjithshme perëndimore është një shoqëri në krizë vlerash dhe morale. Është në krizë të besimit. Pra vërtet besojnë shumica, siç përmendet, por nuk është besimi i rregullt ai i cili nuk manifestohet. Nuk është besimi i rregullt ai i cili, domethënë, nuk praktikohet dhe përrjedhoi, nuk ndjekin ata në modelin e besimit, por ndjekin në modelin e jetesës, dhe këtu fillon sfida, sfidat madje të ndryshme që ndoshta mund të jetë imitimi deri aty sa të arrijë në imitim të kujt, të asaj gjëje që quhet largim nga Zoti.